Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit edhe lajmet më të fundit. Përplasjet janë shumë aktive. Në fakt doja të ndaloj tek përplasja e Xhibanit që pati me Laertin. Xhibani më pëlqen për drejtësinë që ka. Realisht më pëlqen. Dhe në formën që po i thot gjëra troç, unë ja dua këtë guximin dhe përgëzoj për këtë guximin. Xhibani e foli atë të drejtën që ne kemi folë gjatë gjithë kohës, e cila po mohohet, nuk pranohet, nuk respektohet, por thuhet që Laerti është votuar nga votat e publikut. Kjo nuk është e vërtet. Laerti ka shkuar drejt finales nga produksioni, sepse mënyrën e mekanizmit që e përdori produksioni për të dërguar në finale Laertin ishte finalistja e parë, që në realisht finalistja e parë përzjodhi finalistin e dytë. Duke e patur afrimitetin e tyre parasysh edhe duke e patur parasysh qëndrimin që ato kanë qëndruar gjatë mes njëri tjetrin, më shumë se 20 vite komshin, normalisht që Rozana e kishte mundësi të vetme që drejt finales të çonte Laertin dhe jo Gjestin. Edhe pse Rozana luajti një mekanizëm shumë interesant që në fund të ditës mbeti për të mos u kuptuar, që Gjesti do të shkon me patjetër, por unë dua të shpëtoj Laertin. Laerti finalist u përzjodh nga Rozana dhe nga produksioni, dhe ky ishte, në fakt kjo ishte goditja që Xhibani i bëri Laertit natën e post Big Brother 1, ku Laerti pati dhe aty mbështetjen e madhe të Ledionit. Pas përfundimit të spektaklit më të ndjekur të momentit Big Brother VIP Albania 4, duket se tensionet mes disa prej ish banorëve nuk janë shuar ende. Në një nga reagimet më të forta ka ardhur nga ish banori Xhibani, i cili ka folur hapur për pakënaqësinë që ndjen ndaj fituesit të këtij edicionit, Gjesti. I ftuar në emisionin e diel me gazetarët Ronaldo Sharka dhe Riola Doçi, Xhibani ka shpërthyer me tonë nervozizmi dhe zhgënjimi. Ai ka deklaruar se që prej mbarimit të spektaklit nuk ka pasur asnjë komunikim me Gjestin, se sipas tij ky i fundit nuk ka treguar as minimumin e respektit njerëzor. Unë e kam uruar fitoren, sepse nuk ndjeva që kishte respekt nga ana e tij, thotë Xhibani. Më falni. Nuk më ka folur, nuk më ka përshëndetur, as më ka pyetur si është baba im. Dhe kjo për mua është më shumë se e rëndë, kur dikush e di që një person ka një problem familjar, e sidomos kur bëhet fjalë për shëndetin e prindit. Dhe nuk e çon dëm një fjalë të vetme. Unë nuk kam çfarë të flas me të. S'mund të jem hipokrit dhe t'i them urime një njeriu që nuk më ka respektuar si njeri. Xhibani gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP ishte shumë i hapur për gjendjen shëndetësore të babait të tij, duke ndarë me publikun shqetësimet dhe emocionet që e shoqëronin çdo ditë. Kjo ndjeshmëri u reflektua edhe në sjelljen e tij me banorët e tjerë, të cilët shpesh i qëndruan pranë në momente të vështira. Megjithatë, sipas tij, Gjesti nuk ka qenë një prej atyre që treguan empati apo kujdes. Këto deklarata kanë nxitur reagime të forta në rrjetet sociale. Një pjesë e publikut është vënë në mbështetje të Xhibanit, duke e konsideruar shqetësimin e tij të drejtë edhe njerëzor, ndërsa të tjerët mendojnë se pas një gare të tillë, tensionet janë të natyrshme dhe mund të jenë fryt i emocioneve të papërpunuara pas daljes nga formati. Deri më tani, Gjesti nuk ka reaguar publikisht në akuzave të Xhibanit. Ai është shfaqur në disa dalje mediatike pas fitores, ku ka folur për eksperiencën brenda shtëpisë dhe për projektet e tij të ardhshme, por ka shmangur kontaktet rreth përplasjeve me ish banorët. Ndërkohë mbetet për t'u parë nëse ky debat do të marrë për masa të mëdha në ditët në vijim, edhe nëse do të ketë ndonjë përballje direkte mes dy ish konkurrentëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në fakt, kjo është hatërmbetja e Xhibanit. Tani, në këtë pikë nuk e dim në qoftë se Xhibani ka të drejtë, apo edhe Gjesti ka të drejtë,
sepse ndoshta Gjesti mund t'i ketë parë më shumë videot jashtë shtëpisë së Big Brotherit, edhe pse në post Big Brother Gjesti tha nuk kam patur kohë dhe nuk ka patur se ku ta përshëndetën. Gjesti nuk ishte takuar me banorët në post Big Brother, ju jeni dëshmitar të kësaj gjëje. Më herët nuk ishte takuar dhe ndoshta Xhibanit i ka mbetur hatri që në after party kur Gjesti nuk e ka përshëndetur, po ndoshta edhe Gjesti tani është i mërzitur me këtë fenomenin që dëshiron të mban mëri me banorët të cilët e lënduan shpirtërisht atë dhe ndoshta ka krijuar një imazh që edhe Xhibani mund ta bënte të njëjtën gjë. Edhe pse Xhibani publikisht e ka mbështetur Gjestin, Xhibani doli kundër Jocit, do me thënë plus ka kërkuar falje në videon që e ka bërë. Mendoj që Gjesti nuk duhet të tregohet tashmë kokën ngritur, apo nuk duhet që kjo gjë t'indikon për të rritur imazhin e tij edhe më shumë, por kjo gjë duhet t'indikon që të paktën me banorët të shtëpisë së Big Brotherit dhe sidomos ato të cilët e kanë mbështetur kaq shumë publikisht, ku një ndër to ka qenë edhe Xhibani, i cili me gjithë zemër të bardhë e ka mbështetur Gjestin dhe kjo është e vërtet nuk mund t'ja humbim Xhibanit. Unë mendoj që Gjesti duhet të jetë mirënjohës, duhet të jetë falenderues për të gjithë banorët që e kanë mbështetur, pa marrë parasysh se Gjesti mund jetë i lënduar me atë se çfarë ka ndodhur brenda, po mendoj që nuk duhet të mbajnë kaq mlef edhe kaq mëri, por duhet të qetësojnë gjërat edhe të respektojnë pjesën e jashtme të tyre. Në këtë mes, Xhibani ndjehet i mërzitur për mos përshëndetjen e Gjestit dhe që nuk e ka pyetur se si është babai, sepse Xhibani foli për familjarët e Gjestit në momentin kur doli në situatën për Jozin, por unë mendoj që në ditët në vazhdim Gjesti do ta shpjegon arsyen pse nuk e ka përshëndetur Xhibanin. Mban akoma mëri për atë shëpull që Xhibani e goditi duke ngrënë buk Gjestin dhe Gjesti nuk është qetësuar, por ka qenë Gjesti ai i pari i cili ka pyetur për babain e Xhibanit, do me thënë, le të themi është pak kontradiktor në këtë pikë me veten e tij. Ishte ai i pari që doli te kamera duke i thënë vllau im i dashur, uroj të jetë babai jot mirë etj dhe Xhibani pati atë natyrën e reflektimit të tij duke thënë që Gjesti më uroi dhe unë dua ta përshëndes dhe dua ta përgëzoj këtë djalë, dhe kemi anën tjetër ku është Gjesti i cili në fakt ku është Xhibani i cili sot ka një atërmbetje se e ka prit që Gjesti ta përshëndetën edhe ta përqafon si vllaun e tij. Si e shikoni ju këtë përplasje tash pas Big Brotherit?